Reagimi i Elvana Gjatës pas lajmit të ndarjes nga jeta të Shpat Kasapit ka prekur ndjekësit. Këngëtarja ka ndarë një foto të artistit të ndjerë, duke shprehur dhimbjen e saj për humbjen e tij të parakohshme. Me fjalë të thjeshta, por plot emocion, Elvana e kujtoi si një njeri të buzëqeshur, të thjeshtë dhe plot dritë, duke theksuar se artistët nuk vdesin kurrë. Ajo uroi që ai të prehet në paqe dhe i dërgoi forcë familjes, duke dhënë një mesazh solidariteti në këtë moment të rëndë.